Këshilli gjyqësor i kundravajtjes në Lamja shqyrtoi kërkesën për lirimin me kusht të Alket Rizait nga burgu i Domoksit, i cili ka kërkuar që të lirohet nga qelia. Seanca për shqyrtimin e kësaj kërkese u shtyp për datën 6 qershor për shkak të një çështje procedurale që lidhej me transferimin e tij të përkohshëm në qendrën e paraburgimit të Korydallos. Alket Rizai, i njohur për aracisjet e tij spektakolare me helikopter nga burgu, ka vuajtur 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe ka marrë dënime të tjera që arrin deri në 25 vite për krime të ndryshme. Ai është arrestuar në vitin 2003 dhe ka kaluar plot 21 vjet në burg, gjatë të cilave ka shfrytzuar disa herë mundësinë për t'u arratisur, duke i shndruar në periudha të shkurtra jashtë burgut. Megjithatë, vitet e fundit, Rizai ka ndryshuar sjelljen e tij dhe ka treguar një përmirësim të dukshëm, çka i ka mundsuar të kërkojë dhe të marrë disa leje për t'u larguar përkohësisht nga burgu, përfshirë një rast në janar të vitit 2021. Në vitin e kaluar, ai u gjykua për mbajtjen e armeve të improvizuara dhe celularëve në qelinë e tij, por gjykata në kundravajtje në Lamja e shpalli të pafajshëm për këto akuza. Tani ai kërkon lirimin me kusht dhe ky proces është duke u shqyrtuar nga autoritetet, ndërsa shumë shpejt do të vendosen përfundimisht në lidhje me fatin e tij.